Këngë gjithë atyre që do të martohen si vjet, le ta djegin shamin e beqarit dhe u qofë për hajër. Ky projekt ka fillu para pandemisë. Këtë këngën e ka bo Fatmir Lela. Dhe që tash ka mbet në arkiva? Po. Fatmir Lela, jo, ka fillu. Nuk ka qenë realizu në komplet, për cilin kom shumë respekt dhe përshëndes, sepse i takon një familjes, një perandërijet muzikës së Mirëfillt Shqipe. Për metar, po le rritën në Tiranë. Fatmiri ka bo këngën, është një ndër disa këngë të bukura që mi ka bo mu. Tekstin e ka bo, do më thonë, Fatmiri Tiranës, tekstin e ka bo një shkodran, një miki imi Ramazan Qeka. A është i raport që ka bo... Jo, edhe me Ramazanin kom shumë tekste tjera. Edhe është i raport që bashkëpunoj me Edi Balilin, i cili është producent dhe e ka aranzhu edhe e ka orkestru këngë. Edhe Xeni këndon. Kështu që është një katërshe shumë e mirë, të cilit i kam jo vetëm bashkëpunëtor, po i kam edhe miq, po dhe janë një ndër njerëzit më të mirë të thirrën për këtë punë, domethënë Fatmiri si kompozitor, Ramazani si tekstshkrues dhe Edi Balili si produksion edhe si orkestrues. Për shtatën i me gjasa, është njohin, e dini qka kërkan? E ka pakin ja ka vu Max Production, të cilit e kanë bo videoklipin, edhe Bledi me kompaninë e time janë shumë të sukseshëm dhe mendoj që kanë realizu një videoklip shumë bukur, e kemi realizu në Kruj. Ideja kujt ka? Një restoran për mi Kalane Krujës. Po ideja ka qenë e jona në përgjithësi sepse kënga është tipike Shqipnie mesme, kështu që nuk kemi pas nga ti ikim, edhe e kemi realizu me një shtëpi vjetër. Është kënaqësi edhe dua t'i përshëndes që kanë pranu t'jenë pjesë e videoklipit edhe grupin karakteristik të Krujës, Pleqët e Krujës, edhe orkestrën ata qunat që kanë qenë aty. Unë të thash, madje pas kamerës të përmenda. E kanë kriju një atmosferë shumë të bukur, edhe mendoj që edhe videoklipi është në suazat të karakterit të këngës. Kënga është këngë dasme, tipike Xenit që është mësu, edhe është e Shqipërisë mesme tipike, po ashtu që me vite i kom këndu, është prit shumë mirë, ka 2-3 ditë që ka është editu, edhe shpresoj që të ecim barë. Edhe atyne që do të dëgjojnë, atyne dhëndurve që do të martohen, që të da djegin shamin e beqarit, ju dëshiroj shëndet edhe të trashëgohen. Kanë me ndje këtë projekt, më duket ma shumë se sa kur me parë na i këngë kështu për krejt ata që kanë më martu. Është një këngë e veçantë dhe besoj që ka më pëlqyer. Ja vlen me pa videoklipin, sepse videoklipit nxit pastaj edhe me djegë dhe shamin. Padyshim që kom i prek se cila temë na dasmatve që dim, sa shumë po ne i dojmë edhe i shijojmë në përgjithësi si shoqni. Shumë detajist jeni në pjesën e videoklipit, tekstit, ke dëshirë se cila me qenë në vendin e vetë kështu? Me siguri, po. Po, mes me qenë detajist tikin gjanat. Edhe ka një herë jëmë shumë, po mendoj që duhet me qenë njëri u detajist nëse do në me bo diçka të mirë, të bukur që mos me tik detajit. Në ka nik 1-2 detajes, po i përmendin se atër njerëzit i u me të menja veç që aty, edhe që përdu me folë, se normalisht gjatë punës gjanat ikin ndërnjë. Edhe nuk kom mujtën këtë kohën me qenë, nështë asë në Tiranë, ju mundu me qenë sa ma shumë montajë aty, po 2-3 gjana më ka nik, po unë mendoj që në përgjithësi është bukur. Okej, mos na përmend, veç pas kamerës mu të rëgëm, sepse vdes me... Jo, s'po të rëgoj. As mu e qam? Jo. Okej, na nuk zgëzojna me... Jo, se ke pa diçka kur thot, diçka dikush që aty të shkon menja. Edhe thu, mire pas edhe... Ma mirë, po gjithë më duket, përgjithësi artistat, kur e shohin projektin të finalizum, prap Jane, diçka të kisha bo ma ndryshe, të kisha bo ma ndrysha? Po se cili. Po, se cili. Nuk ka këngëtarës, artistët dhe në botën shqiptarë dhe jashtë që edhe pas 20 vjetëve kur e ndëgjon një këngë, edhe thot, se kom bo qëto që shtu, ku mujtë mi bo ma bukur, këto, a i ka kupton. Po mi edhe kolegë të mi që kanë thonë, edhe është e vërtet, sepse ashtu është natyra emocionit, vjen gjithmonë thu,
Pse se kom bo qëta, pse se kom... A ke dëgju shumë këngën para se me dalë, kështu çdo ditë, a jo? Po. Shumë e kom dëgju. E kom dëgju edhe si demo, thashe para pandemisë e kom marrë këngën atër ndodhi pandemia, pas lufta, pas taj largimi une për kusir që i pata ato pengesat e mia, edhe, po e kom dëgju është një ndër këngët që e kom dëgju më shumë. Edhe kur e ka orkestru Edi, kur komplet e kom dëgju shumë me kufje, me dëgjuse, edhe me të thonë të drejten, pres që do të pritet shumë mirë sepse mu më ka pëlqy shumë. Se kur e krahasoj me disa këngë tjera, kom pas këngë që më kanë pëlqy, po jo si kjo. Apo? E kjo ka një gjallënim në veti dhe besoj që ka më pëlqy mirë. Po mu po më duket asi projekti që edhe hiç nëse nuk je fan si dasmave, as i muzikës, madje diqysh kom e qti vet pak me këcyp. Kom e ta ngjall një farë ndjesie të mirë si projekt, edhe që kjo është e mira. Unë thashë që qohem herët, unë edhe në 6, kur zgjona para 2-3 ditëve dhe kom marrë dhe kom dëgju, edhe në 6 se atim lëviz ke trupi. Lemon mramje, kur vjen mramja, rakim për para, Qysh mi rezistu kësaj kënga, pse se ma të mira janë qëto projekte dhe qëto që veç ndoshta afatgjate në atë kuptimin prej pandemisë për shembull, edhe veç që i ka arë momenti i dur, nuk është që e ke pas me plana, po, si me thonë me sjellë gjithçysh në vitin 2025. Jo, me pas plasën plan ashtu si për gut që pëthune kisha bo para pandemisë. Po dhe prandaj... Ose edhe gjatë pandemisë se ka pas periuda kur kem mujt me lëviz. Jenë bo projekteve në pandemi. Nuk ka qenë ajo periuda sa ishte pandemia komplet e mbyllun, ke pas mundësi me lëviz. Po nuk jom gut me të thonë të drejta. E kom prit një moment të mirë sepse ka shumë këngë që e kanë një kohë, do më thonë teksti është i tillë që ikë. Kjo nuk është këngë që ka kohë, kjo është gjithmonë në kohë. Unë për shembull kom pas këngën që kom kënu për infermierja ime, e kom bon gjatë pandemisë, edhe ato se kënon mosës, nuk... I ka ikë, nuk është koha e saj. Kjo nuk është as sezonale, nuk është si projekt, se është për gjithë. Kjo është projekt i cili mund të dëgju krejt kohën, çdo vit, çdo stin. Okej, kritikat kështu për shembull, a i merr lehtë edhe me gjasë dhe vetë kritikues, po du me ditë reagimet e familjarëve, bashkëshortja ose fëmijët. A kam pas si projekt kështu? Unë çdo këngë kur e marr, mas pari dëgjoj vetë, edhe jo, jap familjes me dëgju. Sidomos fëmijëve. Jo fëmijëve krejt, po fëmijëve 6-7 vjet, për shembull kur ka qenë Korabi, Dona, me shokët e shoqet e tyne, edhe aty ku marr sinjalin që prit se kjo këngë, fëmijët e kanë një ndjenjë, cilët mu personalisht ma japin një signal që a do të vëz, apo do të jetë normal si çdo këngë. Janë sinqert, më duket. Bravo. Ndoshta me përmbyll këtë pjesën e projektit, e di që munden me pa në rrjetet sociale, në YouTube, gjithandej në Gjakov, këtë kanë me dëgju, edhe jo vetëm, sepse është projekt që veç kështu të flen në shpirt, sidomos gjatë verës, the që e ke projekt shumë për qejfja, po? Me siguri, po. Po shpresoj që njerëzit kanë më kënaqur kur ta dëgjojnë. Edhe është sezon që dasmat janë në valën e tyne, edhe shpresoj që shumë kush ka me gjetë vetën për të panë. Tash para mendor, restorantin që kemi mbrapa, çdo natë verës, kjo këngë të qena të prezente. Para mendor edhe muret të e shiju, edhe muret të e shiju projektin. Mas shumë të e shijon dhondri me nusën. Palla po. Ata, nata tyne është. Nata tyne. Edhe njëherë me këtë këngë, gjitha tyne që do të martohen si vjetë, le ta djegin shamin e beqarit edhe u qofë për hajë.